Një tragjedi e rëndë në një familje ka tronditur opinionin publik në qytetin e Matit. 3 antarë të së njëjtës familje kanë mbetur të vrarë dhe 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi janë qelluar me armë zjarri mbrëmjen e dieshme në fshatin Fraks të komunës Komsi në rrethin e Matit. Sipas informacioneve, viktimat janë Shaqir Barçi, bashkëshortja e tij Hamdie Barçi, si dhe djali i tyre, Ylber Barçi, ndërsa kanë mbetur të plagosur 2 djem të tjerë të familjes, Halit dhe Gazmend Barçi, të cilët aktualisht ndodhen në Spitalin Ushtarak të Tiranës, nën kujdesin e mjekëve. Dyshohet se shkak për këtë ngjarje është bërë një grindje mes 2 familjeve, ndërsa policia ka arrestuar 3 vëllezër dashamir, Valter dhe Durim Barçi, të cilët janë të afërm me viktimat, ndërsa dyshohen se janë autorët e vrasjes së 3 antarëve të së njëjtës familje, si dhe plagosjen e 2 të tjerëve. 3 vëllezërit janë arrestuar nga policia rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm në një mal, ndërsa mësohet se autorët e dyshuar nuk kanë bërë rezistencë gjatë arrestimit nga ana e policisë. Nga ana tjetër, policia ka sekuestruar edhe 2 armë automatik, si dhe një armë gjahut gjatë arrestimit të 2 vëllezërve. Ndërkohë, policia po heton në 2 pista, ku bën fjalë për një sherr për pronësim, ndërsa tjetra për hasmëri të mundshme të mëparshme. Ndërkohë, një grup hetimor është ngritur për të zbardhur të gjitha rrethanat, si dhe shkaqet e vërteta të këtij krimi të rëndë.